një denoncim shumë serioz. Na kanë vjedhur 10 milion euro. Erion Veliaj me Edi Ramën dhe me bandën e tyre 5D na kanë vjedhur 10 milion euro. Kjo është një lagje e re e Alidemit. Nuk jemi majt malit, nuk jemi në fshat. Jemi në qendër Tiranës. Lagja më e vjetër e Tiranës është Alidemi. Dhe banorët për të blerë apartamente këtu kanë shpenzuar mbi 100 milion euro. Pra rreth 10 milion euro është taksa e ndikimit në infrastrukturë, që ka humbur, është vjedhur. E ka vjedhur Erion Veliaj me Edi Ramën. Kjo lagje nuk ka rrugë, miqtë e mi. Përveç se ngelet pa drita sepse në stacionin elektrik i uzinës nuk mban, sepse nuk kanë bërë investime hajdutut, se këto ka kjo. Ndikimi në infrastrukturë, shteti detyrohet, bashkia detyrohet të plotësoj gjitha nevojat e tjera që ka në një komunitet. Janë dy rrugë, miqtë e mi. Rruga e parë atje dhe del mes për mes lagjes Alidemit. Nga atje gjurma është kjo këtu dhe del sipër te xhamia. Puseta si që shikoni i ka vënë firma e ndërtimit. Nuk i ka, është detyrë e bashkisë ka vënë firma e ndërtimit. I ka lehtësuar punën bashkisë dhe bashkia nuk e ka bërë. Ka 6 vjet rruga nuk është shtruar. Janë marrë parat, janë marrë 10 milion euro dhe rruga nuk është shtruar. Ta banor janë edhe unë. Jemi pa rrugë. Sepse rruga ekzistuese që është aty është amortizuar. Është e ngushtë, nuk e përballon gjithë fluksin e mjeteve që kalojnë. Dhe banorët kanë siklet madh për të dalë dhe për të hyrë në shtëpi. Vazhdimisht rruga bllokohet. Ndotja është e jashtëzakonshme. Të gjithë prindërit që çojnë fëmijët në kopësht, në çerdhe, në shkollë, në mëngjes apo kthehen mbasdite. Kthehen në drek, se nuk ka shkolla me detyrë, nuk ka. Një tjetër denoncim e kam këtu për shkollën, në videon e radhës. Por ndotja është e jashtëzakonshme prej plurit, prej monoksidit karbonit, prej nitrogenit, sepse cilësia e karburanteve është skandaloza. Pra ndotja në Tiranë është ekstremisht e madhe dhe nuk kemi industri që të kemi kaq shumë ndotje, po vjen vetëm prej cilësisë keqe të karburanteve dhe prej ndërtimeve pa kriter. Prej mungesës gjelbërimit, prej mungesës hapësirave. Vazhdojmë, rruga e dytë do të ishte nga hyrja e kompleksit, ku është ai vinç i vogël atje. Do kalonte nëpërmjet projit këtu, që është Thar, te Borgu i Grave dhe ditë të tregu elektrik. Pra do ishte një lishmëri e jashtëzakonshme. Atëherë do quheshim që jemi lagje e Tiranës. Jemi si të izoluar këtu. Na kanë vjedhur 10 milion euro, na kanë lënë të izoluar. Thash nuk jemi majt malit, nuk jemi në fshat. Sepse edhe fshati ka nevojë për rrugë. Edhe fshati ka nevojë për qendër shëndetësore, ka nevojë për shkollë, për kopësht. Jemi në qendër Tiranës dhe jemi të izoluar dhe lekët janë vjedhur 10 milion euro. Dhe vjen ky ministri i krimit, ministri i brendshëm, Ervin Hoxha, ai Xhumashi, dhe kërkon vota. Këta kanë vjedhur 10 milion euro, duan dhe vota. Janë para tona. Janë para gjaku. Shumica e banorëve këtu shtëpi kanë blerë me kredi. U dridhet mishi kur pagojnë kredin. Nuk u del fundi muajit. Dhe parat janë vjedhur. Rrugë s'ka. Dritat ikin vazhdimisht. Uji ka probleme, është i pishëm, se i pishëm nuk e marrin vesh asnjëherë. Sepse del kryetari i bashkisë thotë unë vajta bleva ujë në dyqan, në market. Del Edi Rama thotë pi ujë me filtra. Pra 10 vjet vetëm na kanë vjedhur. Dhe kërkojnë votën. Këta plera. Ku kanë shkuar çdo shqiptar, edhe banorët këtu, por çdo shqiptar do të bëj pyetje vetes, ku kanë shkuar parat? 10 milion euro që ne kemi paguar gjithë këtu. Ku kanë shkuar? Janë vjedhur. Nuk ka shpjegim tjetër, do të ishte bërë rruga. Rruga e parë është 360 metër. Rruga e dytë është 960 metër. Pra, rreth 1.3 kilometër. Kam pyetur ekspert dhe më thonë që maksimumi do shkonte 2 milion euro. 8 milion euro do ishën plus për t'i vënë në shërbim diku tjetër. Ose për të rregulluar, pa diskutim edhe në stacion të ri mund të kishim bërë, në stacion elektrik të ri.
Me ato 8 milion euro do të ishte bërë shkolla këtu. Këtu është në projekt një shkollë 9 vjeçare.